Sulmuesi i Kombëtares U19 të Shqipërisë, Gabriel Kulla, ka debutuar që në ndeshjen e parë të Serisë A. Ai nuk e nisi titullar, por u aktivizua në minutën e 88 për Sassuolën në duelin që u mbyll me shifra 2-0 për Atalantën. Forma e mirë që 18 vjeçari tregoi gjatë fazës përgatitore ka bindur trajnerin Alberto Aquilanin për t'i dhënë minuta në transfertën e Bergamos. Një arritje e madhe për të lojtar, që gjithçka e ka merituar edhe fal paraqitjeve të bëra sezonin e kaluar me ekipin Primavera, ku u shpall sulmuesi më i mirë i kampionatit të kësaj grup moshe. Rivaliteti mes dy vlezërve Shpendi në Serinë B duket se do të vazhdojë edhe këtë sezon. Ashtu si në edicionin e kaluar, dy sulmuesit po i përgjigjen njëri tjetrit në garën ku shënon më shumë që në javën e parë të tij. Steven Shpendi gjete golin të shtunën me Empolin dhe Kristiani është përgjigjur sot me një gol me fanelën e Cezenës. Në ndeshjen kundër Sampdorias, sulmuesi kombëtares shfrytëzoi më së miri një tokë në zonë, duke shënuar me kokë me një lëvizje prej bomberi që befasoi portierin dhe i dha avantazhin ekipit të tij. Ernest Muçi ka regjistruar asistin e tij të këtij sezoni, duke treguar se merret vesh mirë që tani me Mohamed Salah. Në ndeshjen me Trabzonspor dhe Başakşehir me rezultatin 1-1 dhe ku Mohamed Salah kishte shënuar një gol për ekipin e sulmuesit shqiptar, ky i fundit e ndihmoi që të kthente skuadrën në avantazh. Me një kombinim perfekt mes të dyve në minutën e 48, erdhi goli i avantazhit 2-1 me sulmuesin egjiptian, i cili pasi çoi sferën në rrjet, u kthye për të përqafuar pikërisht Muçin për asistin perfekt. Armando Broja e nisi si titular në ndeshjen e javës së dytë në Championship përballë West Bromwich, në të cilin skuadra e tij u mposhtë me shifra 3-1 me përmbysje, edhe pse gjeti shpejt një avantazh fal autogolit. Pavarësisht kësaj humbje, mediat angleze kanë vlerësuar paraqitjen e sulmuesit shqiptar. Burnley Express, portali që mbulon klubin anglez, i ka vendosur atij notën 6 për paraqitjen në ndeshjen e sotme. Udhëhoqi vjen e parë me mungesën e Zian Fleming dhe bëri okej, por pa imponuar në të vërtetë veten ndaj të tjerëve. Kishte një mundësi të mirë shënimi që u prit mirë, shkruaj në komentin e rreth brojës dhe paraqitjes së tij në këtë ndeshje ku ai la fushën pa kaluar një orë lojë. Steven Shpendi po pret prej kohësh një ftesë nga kombëtarja shqiptare e futbollit. Një ftesë që nuk i erdhi kurrë nga Silvinho, por as nga Maran në grumbullimin e tij të parë në qershor. Megjithatë, do të jetë vështirë që sulmuesi të lihet përsëri jashtë grumbullimeve kuqezi, pasi ai e ka nisur sezonin e ri me fanelën e Empolit me këmbën e mbar, duke shënuar që në ndeshjen e parë të Serisë B kundër Cremonezes. Në minutën e 21 të takimit, sulmuesi i cili më parë ka luajtur me moshat kuqezi deri me Shqipërinë U21, u tregua javë që të shfrytëzonte një goditje nga këndi për të çuar topin në rrjet. Goli fillimisht u anulua për pozicion jashtëloje, por më pas u akordua i rregullt. Steven Shpendi ka shënuar 15 gola në sezonin e kaluar në Serinë B me fanelën e Empolit, ndërsa një edicion më parë kishte shënuar 4 të tillë me fanelën e Karanezes. Ndeshja mes Bodrumspor dhe Muğlaspor në kategorinë e dytë turke është mbyllur me rezultatin e barabartë 0-0. Por edhe me nga një karton të kuq për secilën skuadër, me të cilët janë dëshkuar brenda shumë pak minutash dy lojtarë shqiptar. Në startin e pjesës së dytë, Jurgen Çelhaka i Muğlaspor bëri një ndërhyrje të gabuar ndaj Florian Loshajt të Bodrumspor në mesfush. Gjyqtari i tregoi ish mesfushorit të Tiranës kartonin e dytë të verdh, duke nxjerrë para kohë nga loja. Por pak minuta më vonë, ishte pikërisht Loshaj, ai i cili bëri një ndërhyrje të gabuar, duke marrë të dytin e verdh, e barazua shpejt numrin e lojtarëve në fushën e lojës. Sulmuesi kombëtares Rejmanaj nuk po kalon një moment të mirë me Sivasporin në Turqi dhe në javët e para të kampionatit ka zhgënjur në fushë. Presidenti i klubit turk, Burak Özçoban, ka dhënë informacion dhe për gjendjen e Rejmanajt, duke theksuar se sulmuesi shqiptar po punon intensivisht pas tentimit të pësuar në prill, por aktualisht i mungon në ritmin ndeshjeve. Gjatë një konferencë për mediat, Özçoban foli për situatën sportive dhe financiare të klubit, ndërsa u ndalte te disa prej lojtarëve të skuadrës. Rejmanaj, drejtuesi i Sivasporit, vlerësoi punën e bërë nga futbollisti gjatë periudhës së rikuperimit, duke nënvizuar se sfida kryesore për të në këtë moment është rikthimi në ritmin e konkurimit.
Reimana i ka punuar shumë që në dëmtimi që pësoj në prill, mungesa e tij më e madhe aktualisht është ritmi i ndeshjeve. Ne i besojmë cilësive të tij, u shpreh Çoban. Deklarata e presidentit vjen në një moment kur Sivaspori është ende në fazën e ndërtimit të skuadrës për sezonin e ri. Mane shihet si një prej lojtarëve të rëndësishëm të ekipit, por pas periudhës së gjatë jashtë fushave, rikthimi i tij në ritmin e plotë të ndeshjeve pritet të bëhet gradualisht. Sivaspori e ka nisur sezonin me një barazim 0-0 ndaj SNL Rocksport dhe më pas pësoi humbje ndaj Kayserisporit. Vetë presidenti Çoban kërkoi falje për humbjen e dytë dhe deklaroi se skuadra do të kërkojë ta korrigjojë këtë rezultat.